Po jep hapësira ti, po bësh ushtarja ti. Më kërcenu Alba, më kërcenu hala që tu kur kush se më ka kërcenu. Hala kur kush që tu se më ka kërcenu Alba. Come on. Që shisheni ti nëse ishe kërcenu. Që shisheni ti Alba. Që shisheni ti nëse ishe kërcenu. O ti nuk ka të bëj këtu ata jep hapësirën, nuk ta jep hapësirën. Për çfarë arsye më kërcenu Alba? Shof tani po ja jepni vetë hapësirën. Okej, po edhe nëse ja jep hapësirën, cili person ka drejt me të kërcenu Alba? Cili person ka drejt me të kërcenu? Okej, ç'është po justifikon, ç'është po justifikon po ja jep hapësirën. Ti kërcenimin, do të thonë nuk jep hapësirën, po duhet me paralajmëru. Normal. Alba, ku je nis Lutna? Ku je nis? Ku je nis? Kërcenimi është i papranueshëm. Ej, është më kërcenu e she jashtë. E she jashtë. Shka nëse më gjenë mu diçka jashtë. Normal. Shka nëse më gjenë mu diçka jashtë. Dal nesër mas nesër më gjenë diçka jashtë. Jo, Alba, jena me një lojt, po gjanat jo ka kaluj. Jena me një lojt, po gjanat jo ka kaluj nivel tjetër. Kush me bo namaz këtene. Okej? Vazhdo, Sofi. Jo, normalisht duhet peshohet dhe duhet modalitet nga Alba, cila gjo e justifikon kërcenimin, po ja jep hapësirën e justifikon kërcenimin. Po ja jep hapësirën e kërcenimin. Ej, këtu jena me një loj. Une nuk jam të ofendu, unë i di limitet. Unë jam ka i thëmë noti. Noti. Po ju e dini si është aji. Ej, pa marrë parasysh më nuk kem interesant. Pse me më kërcenua, Alba? Pse me më kërcenu? Alba, pse me më kërcenu? Normal që s'duhet të kërcenoj. Okej, ti po justifikon kërcenimin me ja ki jap të drejt, ja ki jap hapësirën. Come on, bro. Alba, komenu që din pak ma. Jo, më dëgjo, unë thash, duhet të dënohet për kërcenimin. Kërcenimet nuk lejohen dhe për mendimin tim duhet të përjashtohet në rast se vjen puna. Alba, seriozisht kam nevojë për qetësi. Do të thash Lëndrim. Unë edhe them duhet përjashtohet një njeri që tenton kërcenimet. Come on, bro. Come on, bro. Na kena lujt nështë. Keni edhe ju pak shift me. Nuk e thash unë. Alba, kërcenim. Alba, çdo sen e justifikoj përveç kërcenimit sepse jena me një loj. Jena me një loj, Alba. Po ti ku ja the te lavaderia? Jena me një loj. Jena me një loj. Kur ndodhi te Jena me një loj. Kur ndodhi? Come on, ku çka justifikon kërcenimin brenda një loje? Më thuaj kur ndodhi? A pi thot vetit lojtar, pse me kërcenu? Pse me kërcenu? Ndodhi gjatë ditës. O jo, Alba, please, mos i përsërit fjalët e njëjta. Ndodhi gjatë ditës e justifikon ti kërcenimin me po ja jep hapësirën? Pse se e justifikon ti kërcenimin që lavi ma buni me po ja jep hapësirën? Shumë bukur, nuk e justifikoj, thash, mundësisht duhet përjashtohet. Unë vetë jam ajo që kam thënë që duhet dalë nominim kokë më kokë. Me atë. Pështyte? Po, unë nuk i jap më hapësirë. Nuk që dit në as pak. Nuk që dit në as pak. O Lëndrim, unë vetë kam thënë që duhet dalë nominim kokë. Të t'i gjojmë analizit e shkurtë, se kej ka mirë. Largohet nga këtu. Edhe po e synoj akoma. Edhe më dyja që ka kërcënu, për mendimin tim duhet përjashtim direkte për atë. Çfarë niveli, Ama këmo, mos i jepni më hapësira, ju edhe i rrini afër, pastaj që diteni që ju a keq përdor afrimitetin. Olin ja pofshit, për shumë ka kundërshtu, olin ja pofshit. Alba, olin ja pofshit, dikush është kam kërcënon, Alba. Unë e këmë Qarë të kërcënoj? Qarë të tha? Për jashtë. Qarë tha? Si me thonë e sheti jashtë, do me thonë që të farë njëre gjujke, si kërë me ta bo e sheti jashtë, fëmija mi të kalzojnë ty, se e kam ofendon që e kam thu noti. Noti, do me thonë shkurtesën e emrit ti, unë e thira 2 herë. Okej, ta shty ndarke në prom, ta shty do me thirë, labi këta noti. Labi, noti do me thonë, as nuk ma ndalej asen edhe automatikisht, okej, thamë ku me thirë, tha ty Lëndrimović, thash, okej, nuk është problem, thash noti, nuk është problem, edhe vazhdum, noti, kështu. Para me ndo, Lëndrimović, nona e Viqit, lop, të vjenera më, ty të vjenera kështu, e tha, po it's okej, apo din se mu nuk e më definoj mendimet e labit, unë e di kush jam, po prap, loj, mësja qovë zoti, a kom familje unë më falë? Si erdi situata që ta tha fjallën? A kom familje, oj, ty nuk e kom nërmenën e ty më t'jap analizë, oj, Albon, t'i kalzova senet edhe hajde tash. Mi më unë po t'pysë se mund kom nevoj për pak qëtësi, seriozisht, adin, se jena me një loj, pa mor parasysh limitet nuk bën mu kalu me të kërcenu, dikush që ti e ka bën loj pa ofendime. Do shta dhe s'ka kërcenu e ke keq kuptu. Thjesht po du me folë që nështë ta se më ka kërcenu, se budal jam une, me dit, mos me dit me dalu kërcenimin. Po unë e isha aty, nuk e di që po dëni me gjatë muhabetin në këtë. Po jo u them që qëtësoj, dy herë edhe në lavanderi edhe këto. Po na e dim se si e ka pas, jena kenu në aty, mjaftën e zgjidh këtë vetë me ta.
Tash ti thu mos më i dhon vëmendje kënej po mundosh mu përfshite debati lëndrimit me lavin, në fal. Po jo, Alba, një taj ty Tani bo. unë kam një bisedë që e bëj me lëndrimin nga ti çdo ditë. Edhe unë kam Kërcaj Alba, po lene ta Me një fjallë do me thonë e sheti Më jashtë. vetë nisi, unë po i them, ore ju e kupton, Po shumë ty, ti thu mos më i dhon vëmendje. Në këtë rast çka i ty bon, ti tu lidh Po du të bërë ushtarë. Po jeni Nona e viqit, lop, majmun, magar, je kështu, jashtu, plus e she jashtë fëmija mi, ashtu fëmija mi që i kam thirë. Noti, emnin e vetë, noti, 2 herë i thash. Okej, ti e labi, noti, për mos me në nga tru, in a funny way. Okej, unë ty tha ku me thirë Lëndrimovic, farë, automatikisht kalojnë në ofendim. Thash, okej, nuk e pengon, thash noti, ti kështu, ti ashtu, mos ja qovë zoti, as kom familjone, a nuk kom familjone, a nuk kom familjone, okej, këtë ras po folje, unë ma se jëm të, as pas në familje. Bro, come on, jena me një loj, bro, me të ofendu, me të bulizu, me të kërcënu. Jena me një format televiziv, edhe me e bo që të sen hap, ta zim, as pak nuk e mdoket në regull. As pak. As pak. Hajde të kolloj, e pas ka qitë farë loj loje. Qka nëse hajde nesër mas nestri? Qka nëse? Ka diferencë, të reagosh për të drejtën. Mos bëhaj gare, burdi, që adem do sene, seriozisht jam shumë, nuk I marrë shumë senet parasysh, ama me të kërcenu dikush. Se do mas më një për format, punë të veta, tha 5 vita, është okej. Come on, bro. Come on. Pas ajo ofendon, Ty veç të ka thonë, po vite, apo fjana, apo vite shtrati, ti e ke bo... Po okej, po ti e ke bo... Po ti e ke bo... Jon t'ja po këta që e ka kërcënu. E ka kërcënu për jashtë, e ka kërcënu Alba. Unë them, do shta mund ta keni keq kuptim, dhe unë them, në rast se ka kërcënu vërtet, unë them përjashtohet ai njeri. Unë këtë gjë e them. Nuk e normalizoj situatën ati. Ama që jeni duke u bërë në mënyrë indirekte ushtar të ati, mu vjen keq për ju. Bravo. Po. Ose moderatore më nëndohë. Ore, me vërtej ju se kuptoni, po në mënyrë indirekte, realisht ka bërë ushtarët ati se po ja plotësoni atë që kërkon ai. Ju edhe e merrni për të madhe pse ju ofendon ju shan, pas disa minuta shkoni luni me atë. Pastaj prap prisni ju ofendon. Unë Alba e kam shok, pse ju, e mirë prap pres. prisni ju ofendon, prap, e po mos e bëni më të madhe se ju vetë po e pranoni atë që ju a bën ai. Mu ma bëri njeri, a preva këmbët edhe ai s'ka më hapësirë ma bëj mua Ani, e shetë të në vijem të? Unë e vesh për të fa me shak. Prap luni, po me lujt jena këtu, po do sene e kanë limitin. Po t'jeti ra. Kërcenimi nuk Lëndrim, justifikohet. gjoja me bukuransh që kjo është në nënvlerësu situatën tonë të mbi vlerësu drejten. Po luni, me lujt kena ardhë, jo më kërcenu, me lujt kena ardhë. Me lujt kena ardhë. Unë nuk e di logjikën tonë e vlash që e ka mënosh me justifiku, veç për me dojtë ti drejt, je ka japut këtë, Alba. Pse po ti dënë me zërë me ditë si ishte situata në këtë, je të japut këtë. A i më kërcënon edhe mu, kërcënon edhe ty, edhe ty. E kupton ti? O ti, nuk e më intereson mu, ajo më të jep vëmendje, ajo, nuk e më intereson mu, ajo më të jep vëmendje, ajo, a del kym prajmë ajo, jam të full për vetën tem, është të më kërcenu, është të më kërcenu. Dhe unë them, rrasë e kërcenimi është i vërtet duhet përjashtohet, edhe unë këto e them. Po Lëndrim. Benita ke që të 2 herë, që I përmen ke jo djemte, jo e she jashte, e she të jashte, kërcenim. Lëndrim. A kesha të e kam një gjune, a i përballove, me ta mbaroj situata. Lëndrim, Alba, me ty nuk po du me bisedu për këtë pjesë e ka jahuq komplet. Jo, po unë them do të përjashtohet. Jo, unë s'jam ka folit për lojës, në qitë pikës është të më interesu, loja asë një pikë, është të më interesu vetja se që shumë të njina, që shumë të e marrë një kërcenim për një banori. No. Unë nuk e di që o ka bot për jashta, nuk e di as familja em që ka njët ko janë më ofendon me kësi loj termesh. Jashtë, a ki telefon ti me di që o ka bot jashtë? Ta bëjë realisht për jashtë. Come on bro, Alba, please. O Lëndrim, pa merak se nuk kërcen. Falinderit Alba, po nina shumë aj qeta një mas I po më thu pa merak. Do flasim diçka realitet. O jo, as nuk jom ka du me fol. Eksperienca e fisit tim. Kur kërcenon një njeri? No bre, come on Alba, please, just leave Jo me. të flasim muhabet bukrash. Veç lem, po jo, nuk po, po të thëmë që nuk po du me... Alba, ajo më ka thëmë që nuk po du bre me fol. Po e them që qëtësosh tu. Po faleminderit, qëtësia ma e madhe e jamja për momentin mundet me ardhë, tu mos fol me ty. Ai duhet përjashtohet që bëri kërcënim në rast se ka bërë vërtet.
Mirë po, të lutem kje parasysh që asë njerës ka për të bë vepër kërcënimi ati. Se njerëzit kur kërcënojnë për arsye reale, për gjakmarrje, për hakmarrje, për hyrjen hise, për çështje financiare materiale, për prekje familje. Unë them në rast se ka kërcënu vërtet që ka përdor atë shprehuri për mendimin tim do të Në rast se jashtohet. ka kërcënuar të vërtet, sa ajo ka rajuna. Ama unë këti që vepër s'do të jetë jashtë. Ama duhet përjashtohet po ta ketë bërë vërtet kërcënimin me fjalë. E kupton si dua të them? Se dia ma ka sensin. Dhe po i them disa fakte që me vepër s'ka për të bërë jashtë, shqetësohet në drejtim. Ama a i ka bërë kërcënimin vërtet me fjalë se s'isha prezente? Big Brother jepi drejtim për jashta. Nuk do rrim për remin edhe me ata Ta që shprehje. pushojnë pak, 5 minuta marketing. 70 euro për bashkë qebe. Asë është e vërtet kur vlen kërcënimet me vepra.